Zullumi më i madh, a ka zullum më të madh se me fol për fenë e Zotit dallash dhe mos me thon hakën. E sot ka një kohë krizë. I thuhet dikujna se zban me vorroz baban e filani se është kryeministër, po ai se ka pranuar këtë fe, pse unë më shti me zor në këtë fe kur ai se don këtë fe. Edhe duhet me suspendu atë njeri, atë hoxh. Pse pes me suspendon prej punës? Pse vallai ajo është fytyrë publike, ajo zullumçari më i madh. E po mirë, ku është zani i hoxhallardhë dhe i muslimanëve të tjerë mi thonë, "Hey, ky e ka pranuar çat kufër dhe çat shirk, pse ti duhesh mi dalë në mbrojtje kufrit dhe shirkut?" Ti me cilën anë je? Me anën e shahadetit apo jo shahadetit? Jam të fol për standardin, për njerëz më të lartë që e ka shpreh mendimin, a është shtet demokratik? A do të me shpreh mendimin e lirë? Unë e kam mendimin se ai ka thonë s'kam nevojë për pop, e as për hoxh. Atëherë pse lyp hoxha në rastin e vdekjes të babës vet, kur ai s'beson Allah? Pse unë më shku me la xhenazën e atij, kur unë nuk e kam obligim me la xhenazën e tij? Edhe duhet me suspendu dikush. Se kam fjalën të suspendimit. E kam fjalën të përkraja e hakut, ku është zani muslimanëve dhe veprat e hoxhallarëve edhe muslimanëve në përgjithësi për të mbrojtur vërtetën.